Lideri i BDI-s Ali Ahmeti së bashku me bashkëpunëtor dhe bashkëveprimtar ka bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve në fshatin Prilep të Deçanit, një vend që simbolizon kujtesën, sakrificën dhe dinjitetin kombëtar. Gjatë kësaj vizite Ahmeti ka kujtuar edhe dëshmorin Shpend Mazrekaj, ushtar lirie nga Prilepi i Deçanit, i cili ra dëshmor gjatë luftës në Maqedoni. Ahmeti shkrua se Mazrekaj mbetet dëshmor i parë i rënë nga viset shqiptare jashtë Maqedonisë, duke simbolizuar unitetin e idealit kombëtar për liri dhe barazi. Ahmeti theksoi se nderimi për dëshmorët nuk është vetëm një akt kujtese për të kaluarën, por edhe një përgjegjësi për të ardhmen. Ajo shpreh se sakrifica e tyre e obligon të gjithë që të vazhdojnë rrugën me përkushtim, duke ruajtur dhe quar përpara vlerat për të cilat ata dhanë gjithçka. Një minutë dërim për dëshmorin Shpend Mazrekaj. Lavdi.